Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi takuar sërish së bashku këtu në ekranin e televizionit 6+1 Vlora në emisionin e përjapshëm Shëndeti dhe Shëndetësia. Sot në studio kam nderin të kem mjekun me një përvojë të gjatë pune, profesor Dr. Petraq Mustaqe, ish pedagogu im dhe një ndër mjekët me një përvojë të gjatë të punës në Spitalin e Vlorës, njëkohësisht profesor i asociuar i Universitetit të Vlorës, kirurg i përgjithshëm dhe kirurgi e Vetgjakut. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën tuaj. Unë ç'është e vërteta i kam ndjekur të gjitha që kur ju paraqitet për herë të parë emisionin Shëndeti dhe Shëndetësia dhe i kam ndjekur të gjitha emisionet, bisedat me kolegët e mi dhe e shoh si një dritare të re për tu ardhur në ndihmë njerëzve, qytetarëve tanë dhe për të zgjeruar diapazonin e gazetarisë në tërësi për shëndetin e njerëzve. Faleminderit, doktor, e vlerësoj këtë prezantim tuaj për emisionin. Realisht është edhe merit e drejtuesve të televizionit 6+1 Vlora që më dhanë mundësinë që unë ta hapja këtë dritare për shëndetësinë në qytetin e Vlorës, por jo vetëm dhe më gjerë. Duke qenë se këto emisione mund të shihen në rrjetet sociale, në YouTube dhe në gjitha rrethet ku sinjali i televizionit 6+1 Vlora është prezent. Sot do të flasim për sëmundjet arteriale dhe venoze të gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtme. Problematika këto madhore që nëse nuk trajtohen në kohën e dur, ashtu sikurse ju e keni thënë që avancojnë dhe çojnë në problematika edhe më të mëdha shëndetësore. Kush janë këto sëmundje dhe sa problematika sjellin për shëndetin e njeriut? Faleminderit. Ne kemi njohuri tani nga lëndët që janë bërë në për shkolla, qoftë edhe në shkollat 9 vjeçare dhe të mesme, që qarkullimi i gjakut ka 3 sisteme. Sistemin e qarkullimit arterial, ka sistemin e qarkullimit venoz dhe sistemin e qarkullimit limfatik që në të vërtetë është një shtesë dhe derdhet në sistemin venoz. Si çdo organ tjetër, dhe këto organe i nënshtrohen sëmundshmërisë. Sëmundjet e enëve të gjakut, qoftë arterieve, qoftë të venave, qoftë të limfës, në qoftë se përparojnë, ato ulin aktivitetin e jetësor të njerëzve, ulin aktivitetin për punë dhe kur përparimi i tyre ka arritur në grada të mëdha, mund të shkojë edhe deri në heqjen e ekstremitetit, të gishtave e të tjera, pra në gangren të këtyre ekstremiteteve, prandaj këto sëmundje duan një trajtim të veçantë dhe të specializuar. Po, dhe në kohën e dur. Sigurisht. Kush janë këto sëmundje dhe çfarë i shkakton? Kush janë shkaktarët kryesorë që çojnë? Po, drejt. Së pari, po nisemi nga sëmundjet e sistemit arterial. Arteriet janë enë që çojnë gjakun për të furnizuar të gjitha organet e trupit të njeriut dhe në qoftë se këto arterje sëmuren dhe sëmundja më shpesht dhe më kryesore e tyre është tromboza, bllokimi nga një koagul gjaku, nga një mpiksje gjaku në një segment të caktuar të arterie. Dhe që nga aty ku bllokimi ndodh, që formohet trombi, pjesa që ushqehet më në periferi nuk mund të marrë më gjak dhe pra nuk mund të ushqehet më dhe ajo pjesë është e rrezikuar që ti nënshtrohet gangrenës. E njëjta siç ndodh edhe në infarktin e zemrës, ku në qoftë se bllokohet një nga arteriet, ajo pson infarkt, pra del jashtë funksionit ajo pjesë e muskulit të zemrës.
e njëjta gjë ndodh edhe me ekstremitetet, qoftë të sipërme, qoftë të poshtme, dhe në qoftë se qarkullimi ndalon në një segment të caktuar, pjesa më në periferi i nënshtrohet proceseve të putrifikimit, të gangrenizimit, dhe në qoftë se ky gangrenizim është i plot, atëre kjo pjesë e ekstremitetit do t'i nënshtrohet amputimit, pra heqjes saj, dhe kjo e shëndron këtë lloj individi në një individ që nuk ka më aftësi, humbet aftësinë për punë, dhe kjo nuk është vetëm humbje për shoqërinë, po edhe humbje të aktivitetit të tij jetësor në familje e të tjera. Ka një arsye specifike, apo cilat janë ato shkaqe që çojnë drejt këtyre? Janë shkaqe të fituara, apo ndoshta janë dhe të lindura? Ka edhe sëmundje të lindura të enëve të gjakut, ka njerëz që në sistemin e tyre genetik kanë predispozicion dhe në trashëgimi kanë predispozicion për të bërë këto. Prandaj dhe ne kur marrim historikun e sëmundjes të një pacienti e pyesim për familjarët e tij, se a kanë vuajtur ata më përpara nga sëmundjet e enëve të gjakut, dhe në qoftë se ne kemi të tilla, domethënë, historira, ne te këta pacient këta duhet jenë të parët që duhet paraqiten dhe të kërkojnë ndihmë dhe të bëjnë kontrolle të herpashershme. Pra një individ që ka një histori familjare, ka pasur prindrit, vëllezërit, motrat, me një problematik të tillë duhet të bëjë kontrolle. Duhet të rikontrollohet her pas here, sepse është më i predispozuar që ky të bëjë sëmundje të enëve të gjakut. Por ka dhe sëmundje të tjera, siç janë sëmundjet e gjakut, leucemit, sëmundjet të plateleve të gjakut, pra të pjesës së trombeve, pra sëmundje trombotike që i themi ne, të cilat kanë, këto sëmundje gjakut, kanë një mundësi koagulimi më të shpesht se tek një njeri normal. Edhe këta njerëz duhet jenë vazhdimisht nën kontroll dhe nën survejim dhe nën trajtim për të parandaluar pra ndodhjen e trombozës. Po faktor, siç është puna ose një lloj profesioni gjatë jetës ndikojnë? Po, sigurisht, edhe jeta sedentare ka dhe ajo rreziqet e saj, por unë do thosha që puna fizike jo nuk është ajo. Puna e rëndë ose ngarkesat e rënda fizike mund të jenë ato një ngarkesë për sëmundshmërinë e enëve të gjakut, por aktiviteti i përditshëm, fiskultura e përditshme, këto përkundrazi janë në ndihmë të një përmirësimi të qarkullimit të enëve të gjakut. Pra aktiviteti fizik është i rekomandueshëm gjithmonë? Është i rekomandueshëm gjithmonë. Sa janë shtuar këto sëmundje në vendin tonë, doktor? Ka pasur një rritje të numrit të pacientëve gjatë viteve të fundit? Po, vërteta është që ka një shtesë të sëmundjeve të enëve të gjakut. Unë para rreth një viti në një seminar ndërkombëtar që kishim në Itali për enët e gjakut, kam paraqitur edhe një studim nga Universiteti i Vlorës për sëmundshmërinë e sëmundjes së venave varikoze, dhe nga ky studim u arrit dhe ne jemi të përafërt tani më me vendet perëndimore, ku sëmundja e venës varikoze është mbi 15% të popullsisë në vendin tonë. Unë kam studiuar sëmundshmërinë në rrethin e Fierit dhe të Vlorës, por edhe në shkallë vendi tek femrat kjo është 15.5%, ndërsa tek meshkujt është tek 12% të popullsisë që vuajnë nga kjo sëmundje. Problematika është që njerëzit edhe pse e dinë që
kanë këtë sëmundje, ata nuk paraqiten në kohë me qëllim që t'i parandalojmë problematikat, por paraqiten në stadet e avancuara të sëmundjes, kur dhe mundësia e trajtimit është më e vogël dhe pastaj ne ose mjekësia ose gjykimi mjekësor na çon për ndërhyrje kirurgjikale. Pra neglizhenca dhe lënia shumë kohë pas dore e kësaj sëmundje sjell problematika edhe më të mëdha. E vërtet. Përgjithsisht si vinë pacientët në stadet avancuara? Apo ka dhe njerëz të kujdesshëm që tregojnë vëmendje? Ka dhe njerëz të kujdesshëm në përgjithësi vajzat e reja, nga që e shikojnë më shumë problemin si problem kozmetik. Si estetik. Po, estetik. Ato vinë që në stadet e para të sëmundjes dhe mundësitë e trajtimit janë më të mëdha, duke filluar me trajtim medikamentoz dhe në fazat e përparuara tani ka teknikat e reja për të cilat ne mund të bisedojmë edhe më vonë, që mund të bëhen pa ndërhyrje madhore kirurgjikale, siç është radiofrekuenca, lazer terapia apo skleroterapia, që janë teknikat më të fundit, 10 vjetëve të fundit. Edhe kjo është një lajm shumë i mirë për gjitha pacientë që vuajnë nga këto problematika. A ka mosh kjo sëmundje, doktor? Po, kjo sëmundje ka mosh. Për sa i përket sëmundjes arteriale, ajo në të vërtetë konsiderohet më shumë si sëmundje e moshave të vjetra, kur ena e gjakut, arteria që në qoftë se e prek arterje në moshat e reja, ajo është e butë, ka muskulatur, në moshat e vjetra, ajo është e bërë si kërc, si një tubo që kur e lë në diell dhe mund të paloset dhe të thyhet, kurse në moshat e reja, kjo ka elasticitetin e dur, dhe në moshat e vjetra ajo e humbet. Kryesisht sëmundjet arteriale janë sëmundjet të moshave të vjetra. Por nuk përjashtohen dhe moshat e reja dhe sigurisht nga që nuk është e rrallë në moshat e reja dhe diagnostikimi dhe t'i shkojë mendja mjekut është shumë më pak e mundshme dhe këto zakonisht vinë në stadet të avancuar, duke qenë se i sëmuri vetë, po dhe mjeku i përgjithshëm nuk e beson që të ketë një sëmundje, një tromb në arterje në moshat e reja. Por kohët e fundit këto janë shtuar. Janë shtuar dhe për arsye të ndryshimit të dietës në familjet tona, për arsye të... Sidomos tek të rinjt, që kanë një dietë të varfër. Sidomos tek të rinjt dhe sidomos të rinjt që përdorin cigaren dhe pijet alkolike, këto sëmundje kanë një shtesë goxha të madhe vitet e fundit. Kush janë stadet e kësaj sëmundje, doktor, dhe kur duhet të ndërhyrë? Drejt. Ka përsa i përket sëmundjes arteriale, stadet e para janë stade kur në murin e brendshëm të arterjes depozitohen yndyrnat e para dhe kriprat e kalciumit. Dhe në këto stade, në qoftë se i smuri vjen në stadet e para dhe ekzaminohet yndyrnat në gjak, shikohet performanca, qarkullimin në arterje me anë të aparaturave të sotme që janë për hir të së vërtetës shumë më moderne dhe shumë më pak invazive, siç është ekua e thjesht. Unë më kujtohet që kur isha student në vitin e 4 të mjekësisë në universitet, për herë të parë ne pam eko, kurse sot ekua, që është një ekzaminim jo invaziv dhe i domosdoshëm, është një ekzaminim i zakonshëm
nuk lë pasoja, nuk ka dëmtime për organizmin, ajo duhet të jetë si ekzaminimi i gjakut dhe i urinës për të parë sëmundjet e enëve të gjakut. Dhe ne kur i shikojmë këtë konstatim, japim medikamentet që shkrinin ndyrnat, që nuk lejojnë më depozitimin e kriprave të kalcium në brendësitë e enës së gjakut, dhe në fazat kur këto kanë fazat e blokimit të enës së gjakut, këtu dëmet janë më të mëdhaja dhe ndërhyrjet duhet të jenë se zbën ndërhyrje kirurgjikale për të hequr gjithë atë stres të brendshme të yndyrnave dhe të kriprës me qëllim që të hapet rruga për qarkullimin e gjakut. Ju përmendët që nëpërmjet një ekzaminimi të laboratorik të gjakut shikojnë ato vlerat e larta dhe të yndyrnave dhe bëhet një përcaktim i mjekut. Por cilat janë ato manifestime klinike që shfaqen tek pacienti dhe që duhet ta shqetësojnë pacientin për të drejtuar tek mjeku? Pyetje shumë me vend. Në qoftë se një pacient, sidomos ato të moshave të vjetra, shikon që gjatë ecjes tani nuk mund të bëj më shumë se 100 apo 200 metra dhe ai fillon të ndjej mpirje të këmbëve, dhimbje të këmbëve dhe detyrohet të ndaloj, ne kësaj i themi simptoma claudicacio intermitens ose çalimi, që nënkupton që kjo këmbë, fundi i kësaj këmbe nuk ushqehet më, prandaj dhe ajo ndjen dhimbjen dhe ndjen mungesën e dobësinë në lëvizje. Dhe në këto faza, menjëherë ky smur duhet të drejtohet për të marrë mjekimin e dur, që janë sëmundjet që janë medikamentet që zgjerojnë enët e gjakut, që janë medikamentet kundër trombozës, pra antitrombotik që themi ne, si që janë fraksiparinat, apo sintromi, si që e vlerëson mjeku, dhe brenda një jave i smuri ndjen përmirësim në qoftë se fillon mjekim. Cili është protokolli i diagnostikimit të sëmundjeve dhe si vendoset diagnoza? Cilat ekzaminime duhet të bëj pacient? Drejt, që të vendoset një diagnozë nuk janë kaq të thjeshta gjërat. Së pari duhet marrë një anamnezë e mirë dhe e hollësishme, siç e përmendëm në fillim. Së dyti duhen dëgjuar të gjitha ankesat e të smurve. Së treti duhen marrë analizat e duhura, sepse ndodh që shkojnë pacienti drejt edhe te laboranti. Dhe me mendjen e tij i kërkon ekzaminime, por ekzaminimin duhet ta kërkojë mjekun në drejtimin e sëmundjes që ai dyshon, sepse numri i analizave është i pafund. Mjeku kanalizon analizën që duhet të jepet për sëmundjen që ai dyshon. Dhe kur në përcakton analizat specifike, pikërisht. Analizat specifike për sëmundjen e dyshuar. Dhe kur këto analiza bashkë me historikun e sëmundjes, me shenjat, ankesat e të sëmurit, përputhen me sëmundje në fjalë, atëherë bëhet dhe një diagnostikim i saktë i sëmundjes dhe diagnostikimi i saktë nënkupton dhe mjekimin e saktë dhe korrekt. Doktor, përpara se të kalojmë tek trajtimi, le të flasim pak për parandalimin. Ju e përmendet pak më parë që parandalimi është gjithmonë më i mirë. Sigurisht, parandalimi. Dhe këshillat për pacientët duhet të jenë fillimisht në drejtim të parandalimit. Drejt. Mjekësia, gjithë mjekësia duhet që së pari të drejtohet drejt parandalimit. Parandalimi ka kaq avantazhe sa e detyron mjekun që t'i dalë përpara komplikacioneve të sëmundjes. Dhe
ne përmendëm pak më para, e para është një dietë e rregullt dhe korrekte. Së dyti është largimi nga ushqimet jo të stinës, nga verdurat jo të stinës, ushqimet e konservuara. Ushqimet e konservuara, pirja e duhanit, alkoolet, çdo gjë e pa kontrolluar është në dëm të sëmundjeve të enëve të gjakut të organizmit të njeriut. Dhe parandalimi nënkupton eliminimin e këtyre faktorëve që janë në fillim janë faktorë, po pastaj bëhen edhe shkaqe të sëmundjeve të enëve të gjakut dhe rëndues të shëndetit të pacientit. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, doktore, dhe do rikthehemi sërish për të folur për trajtimin e këtyre sëmundjeve, të cilat, ashtu sikurse doktori e përmendi, zën një numër të madh të sëmundshmërisë në popullat. Mjeku kardiolog Luter Nuraj, me një eksperiencë të gjatë, vjen pranë pacientëve me një klinik moderne dhe një larmi shërbimesh, aparaturat e fjalës së fundit, ambient komod dhe mikpritës. Çdo pacient, pas vizitës së parë, në një afat një mujor, ka të drejtë të kryejë aq vizita sa ka nevojë të rësisht falas. Mjeku specialist Luter Nuraj kryen konsulta për çdo pacient nëpërmjet telefonit për të evituar shpenzimet në kohë nëse banon larg. Shërbimet që kryen në klinikën e mjekut Luter Nuraj janë ekografi e zemrës, ekografi arterieve karotide, të qafës, prova ushtrimore me biciklet, holter, elektrokardiograma, si dhe vizita. Mjeku kardiolog Luter Nuraj në dispozicionin tuaj paradite nga ora 8:30 deri në orën 13:30 dhe pasdite nga ora 14 deri në orën 20. Kontaktoni me mjekun e njohur specialist Luter Nuraj edhe në numrin e celularit. Klinika ndodhet pranë supermarket Marketi Im në katin e dytë të Kullave Aleksandria. Green Park Panaja, vendi më i bukur i jugut të Shqipërisë. Në Panaja me zgjelbërimit dhe ullinjve shekullor. Ambient unik dhe qetësi relaksuese, gatime bio tradicionale dhe mesdhetare, prodhime mishi dhe peshku, një tavolinë plot shije, receta gatimi të trashëguara brez pas brezi, përgatitur me mjeshtëri dhe eksperiencë të gjatë.
vendi zgjedhur për organizimin e të gjitha eventeve, kapaciteti ambient të brendshëm 200 persona, ambient i jashtëm 500 persona. Muzik live, Green Park Panaja, me administrim të ri dhe ambiente të ristrukturuara, këndë lojrash për fëmijë, parkimi bollshëm, ndërthurje gjelbërimit me qetësinë e natyrës, na gjeni në Panaja, 7 km larg Vlorës, në rrugën Dytësore. Jeni të lodhur, punoni shumë orë në zyrë, apo keni probleme shëndetësore dhe asgjë nuk ju ka dhënë efekt. Ndoshta medikamentet janë të kushtueshme. Tani kujdesemi ne për ju dhe për shëndetin tuaj. Qendra e Rehabilitimit Migun ofron trajtime për çdo moshë dhe çdo problem nëpërmjet trajtimeve në mënyrë natyrale. Për probleme si deformime të shtyllës kurizore, hernie diskale, nervi ischiatik, Anemi, hipertension, diabet, arteriosklerozën, trombozën, varigje, çrregullime në veshka, prostata, menopauzë, çrregullimet e stomakut, çrregullimet e mëlçisë, infeksionet e lëkurës, amnezin, migrenën, pagjumësinë, sinuzitin, dhimbjet e kokës, zhurmat në vesh, alergjit, astmën dhe shumë probleme të tjera i kuroni vetëm tek ne. Migun e specializuar nga institucionet profesionale ndërkombëtare për cilësinë me efekte pozitive dhe kurim pa efekte anësore. Certifikatat FDA, ACA dhe të tjera janë një garanci për cilësinë e produkteve tona. Na vizitoni në adresën Bulevardi Ismail Qemali, zona Konat, pranë zyrave të OSHE-s Vlorë. Kati Park, ose na kontaktoni në numrat e celularit. Migun, e ardhmja më e mirë për shëndetin tuaj. Jemi rikthyer sërish në studion e televizionit 6+1 Vlora, ku jemi duke biseduar me doktor Petraq Mustaqem për sëmundjet arteriale dhe venoze të gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtme. Në këtë pjesë të emisionit do të fokusohemi në trajtimin e këtyre sëmundjeve dhe doktor, si bëhet trajtimi dhe kur është momenti që të fillojë trajtimi medikamentoz, besoj fillimisht, dhe pastaj është pjesa tjetër e trajtimeve. Ka sëmundje që e suportojnë ose kur janë në stadet e para, si që thamë, mund të kenë nevojë për mjekim konservativ ose medikamentoz, që themin e në gjuhën e përditshme mjekësore. Por në qoftë se sëmundja vjen në stadet e përparuara, ajo rreziku është më i madh dhe mirë është që të mos vonohemi në ndërhyrje në rastin, sipas rastit. Si fillim, ne fillojmë mjekimin medikamentoz, qoftë për sëmundjet arteriale, qoftë edhe për sëmundjet venoze. Për sëmundjet arteriale, siç ju thash më përpara, ne fillojmë me enzgjerusit periferik dhe me hollusit e gjakut, ose antitrombotikët që themin, por në qoftë se ne shohim që edhe yndyrnat në gjak janë të rritura, ne shtojmë edhe hypolipemiantët ose medikamentet që ulin yndyrnat në gjak. Këto janë baza e mjekimit konservativ. Në qoftë se mjekimi konservativ nuk jep efektet e duhura dhe sëmundja vazhdon të përparojë, atëherë ne kalojmë në stadin tjetër të ndërhyrjeve. Në qoftë se, si që thash në bisedën që bëm paraprakisht, na vjen një rast që është në ishemin kritike, themi neve, për arteriet, dhe ai ka filluar enzgjerusit dhe ata nuk kanë dhënë rezultatet e duhura, atëherë ka teknika të sotme moderne kirurgjikale, si që bëhet ai stendi në zemër, futet stend edhe në enën e gjakut të dorës ose të këmbës dhe tek segmenti që është i obliteruar, i mbyllur, futet stendi, hapet stendi aty dhe fillon qarkullimi dhe përmirësimi është brenda orës, duket qarkullimi dhe përmirësimi i ngjyrës së këmbës apo të dorës
nga përdorimi i këtyre stendeve. Mirë po... Pra me vendosjen e stendës ka një përmirësim të menjëhershëm. Përmirësimi është i menjëhershëm. Pra janë shumë efektive. Ikën dhimbja, ikën ngjyra e zbardhur, e zbete këmbës, ne me gisht mund të prekim qarkullimin në arteriet fundore dhe i smuri brenda 2-3 orësh fillon një metabolizëm normal në atë pjesë të... Por, kryesisht, këto duen në 4 dhe në 6 orët e para të blokimit të enës gjakut. Sepse më vonë, qelizat që nuk janë ushqyer fillojnë dhe denatyrohen dhe fillon ishemia dhe gangrena e ekstremitet. Pra dhe këtu dalim në atë pikën që pacienti duhet paraqitet në momentin e duhur, në mënyrë që edhe trajtimi të jetë efektiv, e vërtet. Kanë gjithmonë rezultat vendosjet e stentave? Në përgjithësi, në momentet e para, ato kanë rezultate të mira, por duhen mbajtur paralelisht me këtë dhe mjekimi konservativ, sepse mund të ndodhë dhe rimbyllja e stendit. Dhe kjo ka detyruar hulumtuesit dhe shkencëtarët që të kërkojnë rrugë të reja përveç stendit apo bypassit ose anashkalimit arterial që themi neve sintetik. Prandaj, sot më tepër dhe më rezultative janë sondimet të cilat bëjnë pra të arterjes, në rastin e blokimit ose të ngushtimit të arterjes, janë, do më thënë, sondimet dhe zgjerimet e tyre, ose balonimi që themi ne. E njëjta siç bëhet balonimi i arterjes koronare në zemër, mund të bëhet edhe balonimi i arterjes së ngushtuar në ekstremitete, dhe këto janë me më pak pasoja dhe me më pak recidiva. Dhe prandaj dhe mjekët kirurg, angiolog, janë drejtuar më shumë, po besojnë vendosjen e balloneve, pra të zgjerimit, të thjesht, të cilat kanë dhe komplikime më të vogla dhe përdorimin paralelisht edhe të antitrombotikve dhe të enëzgjerusve periferik. Kjo procedurë bëhet edhe tek një pacient që ka vendosur më parë stent dhe nuk ka funksionuar ose ka pas një problematik? Tek pacienti që më përpara ka vendosur stent, ajo pjesë, ai segment është jashtë funksionit dhe atëre ne do të detyrohemi të bëjmë operacion të hapur ose ai që quhet anashkalimi, pra bypassi arterial, dhe edhe ai ka të mirat e veta, por jo gjithmonë arrihet që kjo këmbë të ushqehet normalisht. Prandaj, siç ngulëm këmbë në fillim, më e mira është parandalimi, më e mira është në stadiet e para të sëmundjes me qëllim që të parandalohet këto ndërlikime dhe këto përparime të sëmundjes. Çfarë është radiofrekuenca? Sot në sëmundjet e venave varikoze, që janë goxha të shpeshta, siç në qoftë se sëmundjet arteriale janë tek 2 deri në 3% popullsisë, sëmundjet venoze, siç përmendëm, shkojnë në 12 deri në 15% në popullsinë tonë. Dhe në rastin e unë ju thash që përveç trombozës arteriale kemi dhe trombozën venoze, ose kur ajo nuk është trombozë akoma, ajo që ne themi variqja e këmbës ose e dorës, edhe populli ashtu e nje edhe më mirë edhe e shikon më shumë. Sëmundja e venës varikoze ose variqja. Në rastin e variqeve është mirë që në stadiet e para të sëmundjes, sidomos tek
moshat e reja, sidomos tek femrat, për të mos lënë shenja incizione, ne futemi me disa sonda të veçanta që janë sonda që futen në brendësi të venës së gjakut dhe aty me radiofrekuencë ena e gjakut pikset, koagulohet, del jashtë përdorimit. Të njëjtën gjë bën edhe lazeri, duke u futur një sonde veçantë lazeri dhe në ekzaminimin ekografik kontrollohet gjithë vena e dëmtuar dhe në segmentet e saj të dëmtuara ne bëjmë me energjinë termike që lëshon lazeri, bëjmë piksjen dhe e nxjerrim jashtë funksionin këtë pjesë të venës së dëmtuar. Por, ne sidomos ja u thash në moshat e reja, mund kohët e fundit, këto 10-15 vjet të fundit ka filluar edhe përdorimi i skleroterapisë, ose përdorimi i një preparati që quhet atoksisklerol ose derivatet të tij, që i fusim në brendësitë e enës së gjakut dhe këto e mpiksin këtë segment të venës së sëmur dhe kjo del jashtë funksionit dhe bëhet qarkullimi nga kolateralet e tjera. Pra skleroterapia është një nga metodat më të fundit edhe ka gjetur përdorim këtu tek ne? Po, ne po thuaj çdo ditë bëjmë seanca të skleroterapisë. Këto janë shumë të thjeshta, futet lënda në segmentin e dëmtuar dhe i sëmuri ngrihet dhe shkon në punë, në aktivitet, në shtëpi dhe për një ditë, 2 ditë ai i heq zhduket kjo venë ose më saktë kolabohet, mbyllet dhe ajo nuk vizohet më në dukjen e jashtme. Edhe si procedurë është më thjeshtë dhe më pak invazive dhe më pak invazive me argjime më të vogla, në qoftë se ajo bëhet nga mjekët specialistë dhe rezultatet dhe ne kemi rezultate jashtëzakonisht të mira. Bile në kanë ardhur dhe italian me të cilët në klinikat tona që ju kemi bërë seanca skleroterapie. Jo se atje mjekësia është më keq, por atje radha dhe pritja ndoshta është më e madhe. Sistemi referimit atje. Po, sistemi referimit kurse tek ne me hapësirë kohore të madhe. Doktori takohet shumë më shpejt dhe shumë më kollaj. Po, dhe kjo është realisht avantazhi. Kjo është avantazhi tek ne. Ata që vinë nga jashtë e theksojnë këtë që këtu e ke kontaktin me mjekun shumë të shpejt dhe më të lehtë. E merr dhe shërbimin më shpejt. E vërtet. Kjo është një vërtet dhe avantazhi i mjekësisë në vendin tonë. Po, doktor, le të vazhdoj me trajtimin? Drejt. Ndërsa në fazat e përparuara të sëmundjes, kur qarkullimi është dobësuar në maksimum dhe efektet e skleroterapisë apo të radiofrekuencës apo edhe të lazerit janë më minimale, atëre ne hidhemi tek ajo që quhet safenektomia klasike, ose si që bënin më përpara kirurgët e parë, kur këto teknika të sotshme, moderne, nuk ishin zbuluar akoma. Dhe që ndodh në rastet kur vena e gjakut, ja kjo është ajo vena e variqes, ose vena safena që themi neve, që ndodh në qoftë se kjo në segmentet të caktuara është e blokuar dhe duke në ato paketat e variqeve në brendësi të ekstremiteteve, ne përdorim pra një teknik të kombinuar dhe unë në praktikën time, që është e vërteta, unë përdor një praktik të kombinuar të skleroterapisë me shkum dhe të safenektomisë klasike.
Çdo me thënë kjo? Kur ne bënim safenektomin klasike, në këmbën në këtë këmbë të operuar, ne shikonim që çfaqeshin paketa të reja variqesh dhe populli me drejt thoshte, doktor, mua më ka dalë prapë kjo. Më shbërë përsëri. Në të vërtet, kur vena hiqet, nuk ka pse të bëhet përsëri. Por është një vend tjetër që janë këto kolateralet të cilat, degëzimet të cilat nën presion këto shfaqen përsëri. Dhe praktika ime është kombinimi i safenektomis duke e hequr këtë vend të sëmur që në burimin e saj këtu dhe së bashku me këtë unë bëj dhe hedhjen e lëndës skleroterapike që të mos ketë më shfaqje të re të sëmundjes në fjalë dhe mbulohet tërësisht kjo venë varikoze dhe shërohet tërësisht këmba. Pra, këto metodat të reja trajtimi parandalojnë atë shfaqjen sërish të sëmundjes. Në shfaqjet fillestare, si që janë këto, që ne i themi vena që janë vena të dukshme, që njeriu mund të shikojë dhe vetë në pjesën e këmbës. Edhe këto venat si kapilare, edhe këtu mund të ndërhyer me skleroshkumoterapi, ndërsa në venat variqet e shprehura, skleroshkumoterapia mund të ndërhyet vetëm në këto në kolateralet, themi neve, ndërsa duhet hequr vena safena tërësisht, sepse presioni i lartë në këtë venë nga që ajo nuk arrin ta ngrej gjakun drejt zëmrës, bën që presioni i lartë në të çfaq kolateralet të reja dhe ajo që unë e thash që thot populli më doli prap variqja, por në të vërtet janë kolaterale të asaj, të ati trungu që ne duhet që ta heqim fillimisht. Po, në përmjet kësaj skeme, doktor, ju i dhatë dhe një imazh shumë të qartë për shikuesit, në mënyrë që ata ta shikojnë se si bëhet realisht ndërhyrja dhe në cilët pjesë të... Drejt. Në qoftë se ne nuk arrim që të realizojmë këtë ndërhyrje, cilat janë pasojat, na kanë ardhur të sëmur që kanë mbushur krevatin me gjak, sepse ka plasur vena e gjakut nën presion, dhe vinë të lemerisur me mendimin që ka ndodhur pse më ka plasur vena. Ajo ka plasur, është rupturuar për arsye se presioni në të ka qenë i jashtëzakonisht i madh. Dhe fillojnë dhe çfaqen këto që ne i themi ulqera, ndryshon ngjyra e këmbës, çfaqen plagë ulqeroze dhe ne i themi ulqera venoze. Ka dhe ulqera diabetike, ka dhe ulqera arteriale, por më të shprehura dhe më të shpeshta janë ulqerat nga sistemi i qarkullimit venoz. Dhe kur një pacient e shikon dhe me sy të lirë në pjesën e sipërfaqes së këmbës, atë erësimin e lëkurës, ai duhet me njëherë të drejtohet specialistit për të bërë ndërhyrjet e duhura që të mos përparoj sëmundja dhe të mos rrezikoj ekstremitetin e sëmurë. Sa e rrezikojnë jetën këto sëmundje? Sepse invalidizim bëjnë shpesh, e përmendëm që bëjnë një invalidizim. E para është që ky sëmur invalidizohet dhe nuk është më i aftë për punë. Dhe ky invaliditet bën që i sëmurit të lëviz më pak, lëvizja më pak krijon mundësinë e trombozave, lëvizja më pak shton në peshë sëmurit, jeta sedentare rrit avantazhet e fillimit të
trombeve, pra të shfaqjes së bllokimit të enëve në segmente të tjera. Prandaj është mirë që paralelisht me mjekimin antitrombotik, ne në këto raste pra të bëjmë edhe ndërhyrjet kirurgjikale për të cilat folu. Në rastet kur edhe ndërhyrja kirurgjikale nuk ka realizuar, atëherë është amputacioni, prerja e këmbës, e gishtit, e me radhë, që janë pasoja të rënda, ekonomike, familjare, të shoqërisë, dhe këto pasoja e invalidizojnë dhe traumatizojnë edhe nga ana psikologjike këtë të smur dhe ai mblidhet në vetvete, ndjehet i pa motivuar dhe i pa dobishëm për veten dhe për shoqërinë. Dhe pra është goxha i demotivuar nga jeta normale aktive. Po, kishit diçka tjetër për të shpjeguar nëpërmjet tabelës, doktor, për trajtimin? Po, për sa i përket trajtimit, në fazat e para të sëmundjes, siç e shikoni këtu, këto janë kapilarët e parë, ose treguesit e parë që vena varikoze, kjo venë këtu, ka presion të lartë dhe po vuan. Dhe janë shenjat e para klinike që vena po vuan. Dhe ne, qoftë edhe për qëllime estetike, por edhe për qëllime terapeutike, duhet që këto t'i bëjmë, pra t'i mpiksim, t'i blokojmë me skleroshkumoterapin. Kur gjendja përparon, ose në qoftë se i smuri vjen në gjendje të tillë të përparuar, atëherë ne duhet që krahas mjekimit me medikamente të mendojmë edhe ndërhyrjen kirurgjikale, që është një sondë, edhe kjo ndërhyrja klasike, që futet në brendësi të venës dhe deri tek vënderdhja e saj për në venat e thella, dhe pasi e lidhim atje, e tërheqim venën e smur dhe ky smur pra do vazhdoj për 2 javë, 3 javë, do vazhdoj jetën e tij normale dhe pa komplikacione që ne përmendëm, qoftë të hemoragjisë apo të ulçerave të ndryshme, apo edhe të trombozave që janë bashkëudhëtare në këto smundje. Doktor, ndërmjet stendave dhe kirurgjisë hapur, ju si profesionist kë preferoni? Cila është më efektivja duke u përshtatur sigurisht edhe problematikave që ka pacienti që paraqitet? Drejt, pyetja është shumë profesionale. Stendi në kohët e sotme moderne, që në zbulimin e tij të parë, është zgjidhja e parë, kur dhe ekstremitetin nuk i ka humbur vitalitetin e tij. Dhe në fazat e para, stendi i jep rezultate të mira. Në qoftë se stendi kalon një farë kohë, 5 vjet, 6, 10 vjet, ai mund të riobliterohet, të riblokohet, dhe ne atëherë jemi të detyruar që të kalojmë në një fazë tjetër të trajtimit të problematikës. Ne mund të futemi me një bypass ose anashkalim, që dhe ai mund të jetë ose autotransplant, që i themi neve, marrim një venë nga një ekstremitet tjetër, dhe e vendosim atje duke e invertuar dhe aty të bëhet qarkullimi arterial. Dhe ka dhe sintetike, ka dhe bypasse sintetike që janë më të përdorshëm dhe më të thjesht në realizimin e tyre,
por në fazat e përparuara, pastaj ne jemi të detyruar pra të bëjmë, si që thash, bypassin, që është ndërhyrje e madhe, me incizionet të mëdha, dhe edhe ai ka rreziqet e veta në jetën, në vitalitetin e kësaj këmbe të këtij organi. Po, doktor, nëse mbaruat me shpjegimin e tabelës, mund të ulemi që të vijojmë me pjesën tjetër të emisionit. Është parë që robotika vitet e fundit përdoret shpesh në shëndetësi dhe në fushën tuaj, dhe çfarë është robotika në kirurgji? Cilat janë të dhënat e reja për trajtimin dhe për sëmundjet që po flasim? Kirurgjia është në avangardë duke qenë se sot teknologjia është në përparimet e saj madhore dhe ne kemi kaluar në ndërhyrjet kirurgjikale që nga ato ndërhyrjet mini-invazive që quajmë neve, ose laparoskopia, apo fibrogastroskopia, fibrokolonoskopia, që janë elementet e parë të ndërhyrjeve mini-invazive, dhe sot laparoskopia është ndërhyrje normale, pas këtyre 10-15 vjetëve të fundit, më shumë se 30% e ndërhyrjeve kirurgjikale bëhen me laparoskopi. Kjo është për të mos patur një plagë të madhe, një invaliditet të madh, një kohëqëndrimi më të madhe, një mundësi më e vogël për të infektuar plaga. Të gjitha këto janë avantazhet e laparoskopisë, ose kirurgjia mini-invazive. Mirë po, u pa që kirurgjia mini-invazive me zhvillimin e teknologjisë dhe me zhvillimet e reja ishte dhe ndërhyrja e robotikës. Çfarë është robotika në kirurgji? Ne i shikojmë robotët në shumë element të jetës tonë, por në kirurgji ka, do të thënë nga viti 2008, që është aprovuar edhe nga FD-ja europiane, kanë filluar operacionet me robotik. Së pari kanë filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka patur një qendër në Itali, në Grosseto, që filloi robotika kirurgjikale e prostatës, dhe robotika po afrohet shumë në kufi tanë. Kohët e fundit edhe në spitalet e Selanikut kanë filluar ndërhyrjet kirurgjikale, sidomos në tru, por dhe në enët e gjakut, me anën e robotikës. Ç'është robotika? Robotika është që kirurgu nuk rri tek krevati i të smurit, por aty tani është një robot i cili drejtohet nga një kirurg që mund të rrijë në dhomën tjetër ose në një largësi, dhe robotika është kirurgji laparoskopike e drejtuar nga një kirurg specialist. Nga një kirurg specialist, dhe manipuluesi është roboti. Sigurisht, roboti mund të bëjë edhe gabime, se ai është makineri. Prandaj dhe kirurgu është aty që, edhe pse ai është i telekomanduar, ai në momentet që janë të paparashikueshme ose të pakapshme nga truri i robotit, kirurgu të bëjë ndërhyrjen e dur për të shpëtuar jetën njerëzore. Pra robotika është e ardhmja, besoj në shëndetësi, sikurse kudo. Robotika është e ardhmja, sepse precizioni në robotikë është i jashtëzakonshëm. Mjetet laparoskopike që përdoren në robotik janë akoma më të vogla dhe
incizionet do jenë më të vogla, hemoragjia do jetë minimale, sepse incizion më i vogël është hemoragji më e vogël, dhe precizioni është shumë më i madh dhe kozgjatja e operacionit, që akoma është problematik në ndërhyrjet robotike, dal nga dal do vi duke u zvogluar dhe zvoglohet periudha e rekuperimit të sëmurit, qoftë nga plaga, qoftë edhe nga ndërhyrja e sakt që është kryer në organin e dëmtuar ose të sëmur. Faleminderit doktor për këtë shpjegim të detajuar të gjithë këtyre të rejave të fundit të shkencës, kryesisht në shëndetësi, po kryesisht në fushën ku po flasim. Cilat janë këshillat tuaja të fundit për pacientët, duke qenë se kemi arritur minutazhin e emisionit? Pacientët së pari duhet që për çdo shqetësim t'i drejtohen mjekut ku ato jetojnë. Dhe unë e shoh të udhës që ky pacient të vijë tek mjeku specialist, kur mjeku i përgjithshëm e gjykon, të vijë me kartelën e tij individuale. Dhe duke qenë se mjeku specialist nuk e njeh në tërësi këtë pacient, duke u mbështetur, duke lexuar kartelën individuale, mjeku do futet më në thellësi të problematikave të sëmundjeve. Sepse ka të sëmur që thonë, doktor, unë nuk vuaj nga asnjë gjë. Pastaj kur e pyet, ore ke tensionin të lartë, zotri. I thot, po marr një kokër për tensionu. Në qoftë se ajo ai vjen me kartel. Është dokumentuar dhe mjeku ka mundësi të shikojë gjithë problematikat. Të shikojë të gjitha problematikat. Dhe nuk këshillohet që i smuri të vej të bëj analizat siç ai mendon, por të bëj analizat si mjeku specialist për problematikën speciale që ka ta këshilloj. Dhe pasi të marr anamnezën, të shikoj egzaminimet, të diagnostikohet sa më sakt. Moshat mbi 50 vjeç, mbi 60 vjeç, duhet të jenë të ndërgjegjshëm që sëmundshmëria në këto mosha fillon edhe rritet, duhet të jenë më të predispozuar për të takuar me mjekun, qoftë mjekun e përgjithshëm, po edhe me mjekun specialist, kur janë drejtuar tek mjeku specialist, me qëllim që të mos i lënë gjërat për t'u agravuar. Sëmundshmëria e tensionit lartë, hipertensioni arterial, është bashkëudhëtare e moshave të vjetra. Hiperglicemia është bashkëudhëtare e moshave të vjetra. Sëmundjet e arterieve janë bashkëudhëtare të moshave të vjetra. Prandaj këto, sidomos këto, pra diabeti, hipertensioni, çrregullimet e ritmit të zemrës, të gjitha këto duhen konsultuar nga mjekët specialist me qëllim që i sëmurit të marrë mjekimin e dur në kohën e dur. Në kohën e dur, po. Kjo është kryesorja që në kohën e dur, duke qenë se ne jemi një popull që neglizhojmë disi, por mendoj që duke ikur vite, duke kaluar vitet, ka një ndërgjegjësi më të madh nga ana e popullatës për të shkuar tek mjeku. E vërtetë është që dhe për të kryer fillimisht një check-up apo ekzaminime të tjera shtesë. Drejt. Check-upi është domosdoshmëri që të bëhet në qendrat tona shëndetësore, në spitalet tona, sepse parandalon agravimet e shumë sëmundjeve. Doktor, ju përmendët që moshat e vjetra, le të themi që mbi 60, le ta përcaktojmë pak kufirin, pak më të madh, fillojnë këto problematikat. Ndërkohë, dëgjojmë shpesh nga njerëz të ndryshëm që janë në këto mosha dhe thonë, unë marr një aspirim dhe jam në rregull, nuk kam problematika. Si e gjykoni ju këtë veprim të pacientit që
e bën vetë pa u konsultuar fillimisht me mjekun? Dëgjoj, këto janë... Rekomandohet? Unë do të këshilloja cilin do që të bëj qofte edhe një konsult face to face me mjekun për shqetësimin që ka. Sepse leximi në Facebook apo në mjetet tjera jo profesionale nuk është zgjidhje për problematikën që ka i smuri. Sepse shpesh ose pyetjet më dhëm mua këmba, unë marrë këtë, merë dhe ti këtë. Këto nuk janë zgjidhje. Zgjidhje është të drejtohesh tek mjeku i lagjes ose tek mjeku specialist për të marrë, sepse një dhëmbje nuk ka një sëmundje. Një dhëmbje është... Mund të ketë një mori, sëmundje është nga mbrapa dhe ajo është... Dhe për të vajtur të sëmundje e dur, duhet specialisti i dur, duhet mjeku për të konsultuar sëmundje. Doktor, faleminderit për gjitha këshillat tuaja, si një specialist me një numër të lartë vitesh në këtë profesion dhe me një bagazh të gjerë edhe akademik, duke qenë se ju prej vitesh jepni kontributin tuaj në Fakultetin e Shkencave Humane në Universitetin e Vlorës dhe keni thelluar gjithmonë e më shumë njohurit. Faleminderit dhe edhe juve punë të mbarë në një nismë që është shumë e mirë për edukimin e popullatës, për të parandaluar sëmundjet dhe për ta njohur atë me sëmundjet me qëllim që t'i dalim përpara shqetësimeve të njerëzve dhe agravimit të sëmundjet. Ishim me doktor Petraq Mustaqe në studio, ku kemi marrë këshilla me vlerë për shëndetin ton dhe kryesisht për të sëmurët që kanë këto problematika ku fusha e doktorit është. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi sërish javën e ardhshme me një tjetër problematikë shëndetësore dhe me një tjetër të ftuar. Bashkë mirëpafshim.